E bën edhe bën si drejtje po. Ta e kriminella. Po I vrasin njerëzit, po I lën pa buk. Ke parti në një krim të dali vetë nga molla? We will not allow responsible. Any hearing in Jemi prap, bira po, cigare po, çdo gjë në rregull, jemi gati të flasim për atë problemin e Ukrainës. Po përdorë një metodë që përdorim kur flasim edhe për Shqipërinë, normalisht, duke filluar që nga kohët e hershme deri sa mban. Pavarësisht se është prap më e thjeshtë se shumë shtete në Ballkan, domethënë, po prap ka atë kompleksitetin e vet Ukraina. Do të marr një minutë kohë të falenderoj diçka ndryshe podcast për donacionin special duke bërë një intro kaq të bukur për podcastin. Shumë faleminderit, check it out. Linku do e keni poshtë. Mënyra se si do të tregoj do jetë pa dhe shumë fakte, sepse do zjasë gjithçka jashtëzakonisht shumë, po do mundohem që të referojmë gjithmonë territorit të Rusisë dhe Ukrainës, siç i njohim ne sot, dhe duke përshkruar se çka ka ndodhur me ato territori gjatë historisë. Dokumentimet e para rreth këtyre territoreve janë në shekullin e 7 para Krishtit, ku në këto vende jetonin fisë turkike iraniane si sitjanët dhe sarmatianët. Herodoti ka përshkruar këta nomad dhe jo nomad, njerëz që jetonin në bazë të kuajve, kishin qendër të kulturës, ekonomisë edhe mbijetesës së tyre. Në veri të tyre jetonin venedat që mendohet të jenë paraardhësit e skllavëve siç i njohim ne sot, por në veri të tyre, që do të thotë në territorin ku është sot Bielorusia, Polonia e diçka e tillë. Siç e dimë dhe që është mirë dokumentuar, dyndjet slave fillojnë në shekullin e 4 dhe të 6, gjatë rënies së perandorisë romake, sidomos asaj të perëndimit që u gropos fare. Disa nga këta slav u vendosën në territoret perëndimore rreth tyre, që ishin fisë gjermanike, në vendet ku sot janë Çekët, Slovakët, Hungaria dhe Polonia. Të tjerë u kaluan në jug, në Ballkan. Ne kemi komshit tanë, by the way, janë paraardhësit e jugoslave. Po ne do fokusohemi te kjo pjesa e juglindjes dhe lindjes, që janë fiks paraardhësit e rusëve dhe ukrainasve. Mbas tyre dyndjeve dokumentohet që në vitin 750 slavët shtriheshin nga liçeni Lagot në veri deri në detin e Zi në jug, por brigjet e detit e Zi nuk ishin settlement statik, ishin gjithmonë në ndryshime me trazira etj. Populli slav, si çdo popull tjetër, përshkruheshin nga grekët dhe romakët si barbarë që jetonin të decentralizuar, pa ekonomi, fisë të ndryshme që kishin probleme mes njëri tjetrit dhe pa një identitet të saktë slav, pavarësisht se flisin të njëjtën gjuhë dhe kishin të njëjtën besim pagan me zotat e tyre, siç kishin shumica e kombeve në ato kohë. Fillimet e ndryshimeve fillojnë në shekullin e 9 në lëvizjet e skandinavëve. Ne njohim më shumë pjesën e Anglisë dhe të Francës, pasi ka dhe shumë seriale dhe dokumentar rreth tyre, po nuk mungojnë dhe të tjerë në vizjet të tjera, siç do ishte kësaj radhe territori ruse dhe Ukrainës. Gjithsesi, lëvizjet skandinave, shekullin 9, ata që shkuan në perëndim shkruan në Angli, njohën si vikingë ose nordik. Ata që shkuan në Francë njohën si norman etj. Shumica e këtyre ishin danez, përgjithsisht gjithmonë, dhe përgjithsisht suedezët kalonin gjithmonë në lindje. Në lindje ata zbuluan këto rrugë ujore brenda kontinentale të territoreve polake, ruse dhe ukrainase, dhe nëpërmjet lundrimit të tyre ranë në kontakt me kultura të ndryshme. Disa ato kultura, për shembull, përveç slavëve, ishin kulturat e bulgarëve dhe kazarëve, të cilët gjendeshin në lidhjen e lumit Kana dhe Volga, kurse gjatë lundrimit të lumit Dnipër, nordikët, suedezët, vënë emrin si doni, ranë në kontakt me shumë fisë të ndryshme slave. Lumi Dnipër deri në detin e Zi dhe kështu nga deti i Zi, nordikët arritën të shkojnë deri në Konstantinopoj. Dhe kanë në fakt, pavarësisht se nuk është shumë e ditur, që është një çik fatkeqësi që shumë pak ata e dinë, por që kanë qenë shumë mirë të dokumentuar dhe të njohur në Konstantinopoj ose në Bizantin asaj kohe gjithmonë.
Nëpërmjet tyre rrugëve ujore, këta nordik bënin tregtri më së shumti dhe kur tregtia nuk funksiononte, ratings gjithmonë pushtime, vjedhje, më the të thash. Për ato që njihen më shumë vikingët, është common knowledge deri diku. Këta nordik quheshin nga slavët Varangian ose rus. Pra, fjala rus nuk i përket fiks rusëve siç i njohim ne sot nga origjina, por ishte fjala që slavët përdonin për suedezët ose për nordikët në përgjithësi. Ose Varangian, po Varangian e përdorte më shumë Bizanti dhe e bile përmenden edhe në një libër të Plumxufit dhe Skënderbeu ma mendja, sepse perandori i Bizantit kishte gjithmonë një gardë personale me viking ose Varangian. Pra, skandinav si në çdo vend ku shkuan e super dominuan atë territor dhe njëjta gjë ndodhi edhe me territoret të rreth lumit Dnipër, edhe pothuajse gjithë territorit rus, bielorus, ukrainas e tjerë. Skandinavët dominuan të gjithë tributet që ishin aty. I dominuan slavët, dominuan finët, dominuan baltikët, edhe mbas krijimit të një mlefi të përbashkët të gjitha këtyre fisëve të tjera, u krijua një vazhd kryengritjesh e cila i ahoqi atë gripin e fortë që kishte kultura nordike, si overlords në kulturat slave, fine dhe baltike. Por gjithsesi me largimin e skandinavëve u largua dhe i stabiliteti, pavarësisht se të gjithë nuk u larguan. Për shembull në qytetin e Kievit, që ishte shumë i vogël akoma, zotërohej nga dy vëllezër nordik, të cilët bënin rregullisht trazira në pjesën e Bullgarisë, Konstantinopolës, më the të thash. Por si gjithmonë nga anarkia lind nevoja e krijimit të instabilitetit, nga ky kaos që mbizotëronte në këtë toka, lindi nevoja për një stabilitet që do vinte në formën e një princi të cilit slavët e kërkuan vetë dhe përsëri e morën nga Suedia. Ky princ u thirr për të qenë si kryetari i përgjithshëm i fisëve të ndryshme. Prap do ishte e decentralizuar, por për çështje madhore, për të shmangur luftrat konstante, do ishte si tip gjyqtari për të ruajtur një faren disa dhot të vogël rreth këtyre kulturave. Ky princ ishte princi Rurik. Rurik u vendos në një ruinë të vjetër slave që quhej Novgorod. Novgorod, ta marrim mend, është qytet edhe dukat i rëndësishëm. Me këtë princ lind edhe dinastia, ose nuk është fiks dinasti, po thjesht një vazhd princash ruridik që quhen në histori, për shkak se të gjithë nisen nga statusi dhe simboli i këtij princi të parë, që quhej princi i madh dhe kujdesej për mbarvajtjen e fisëve me njëra tjetrën. Mbasi Rurik u vdes, princi Oleg vjen në pushtet në vitin 1862, duke lëndruar në lumin Dnipër. Olegu shikon aty Kievin, shumë i bukur, shumë nice. Shikon ata dy vëllezërit e tjerë nordik, ja vjedh komplet statusin atyre, edhe vendosi qendra tani, nuk do ishte më Novgorodi, por do ishte Kievi, sepse ishte në një pozicion jashtëzakonisht shumë të mirë, ishte shumë afër detit të zi, edhe kishte kultura të ndryshme të qark vetes. Në ato kohë ishin kultura bullgare ishte gjë established në jug perëndim të tyre, në lindje kishin kazarët, edhe të rrethuar pastaj nga fisë slave, kështu që kishte më të kontrollueshme të gjithë situatën. Këtu nis ideja e shtetit Kiev rus, ose rusët e Kievit, ose përktheje si të duash, po Kiev rus është kjo. Edhe me idenë e krijimit Kiev rus, merret përshtatet edhe titulli nga princi i madh i slavëve në princi i madh Kiev rus. Kiev është fiks ashtu si tingëllon, është fiks qyteti që është sot Kiev, kryeqyteti i Ukrainës. Është njëjti Kiev që bëhet fjalë në këtë histori. Domeni i shtetit Kiev rus ishte një shtet që ishte me kultura jashtëzakonisht shumë të përzierë, kishte slav, kishte baltik, kishte fin, kishte popull gjermanik, kishte popull bugar, turkik, pečenek, kishte jashtëzakonisht shumë kultura të ndryshme, por gjithsesi mazhoranca ishte slave. Slavët akoma në këtë kohë ishin pagan, edhe gjuha e tyre është gjuha paraardhëse e Ukrainës së sotme dhe Rusisë, Bielorusisë, le të thash. Pas vitit 980-912, Kiev rusët fillojnë të konvertohen avash në ortodoksizëm, duke pasur akoma më shumë të vështirë nga dita në ditë për të kryer marrëdhënie biznesi me popujt që kishin fqinj, si për shembull Bizanti që ishte kristian ortodoks, popujt në perëndim që ishin katolik apo kazarët. Kazarët në këtë kohë ishin hebre, judaist që kishin ndryshuar nga paganizmi mongol ose paganizmi turkik me zotin e qiejve, ishin kthyer në judaizëm. Sipas legjendave, mendohet që princi Vladimir zgjodhi pikërisht ortodoksin kristiane si
religionin e preferuar për shkak se katolikët nuk i kishin ndërtesat mjaftueshëm të bukura, Islami ndalonte alkoolin dhe thoshte që ne si kulturë nordike nuk mund të jetojmë pa alkoolin dhe kazarët thjesht nuk e di, i kishin fobi sepse nuk e kuptonin se njerëz që ishin sklever dhe ishin larguar nga territorit e tyre nuk mund të ishin shembuj për prosperitet etj. Kështu që vendos të jetë ortodoksizmi. Tash filani për t'u baptizuar ose për t'u pagëzuar në një mënyrë spektakolare, se nuk mund ta bënte dot si rob të ikte në kishë të pagëzoj, do të ta bënte diçka që të ishte masive. Pushtoi qytetet bizantine në Krime, i kërkoi perandorit Bazilit të dytë të Bizantit që t'i jepte motrën e tij për grua dhe dita të dhuratat pastaj ar, flori, ku diqon. Asi ky i dyti duke parë që ishte me luvë nga të gjitha anët për mos të hapur konflikte të tjera, normalisht e pranoi këtë princesha Ana, që ishte motra e këtij, vajti për të martuar me filanin. Lived happy ever after, not really. Gjithsesi, pas kësaj martese u detyrua çdo qytet, shtet, fshat, tribu që të kthehej në ortodoksizëm, pati normalisht qendresa, por që nuk zgjatën shumë. Por që i shërbeu shumë sepse me këtë konvertimin masiv në ortodoksizëm erdhën dhe ato vjelit e para të marrëdhënieve tregtare që u lehtësuan shumë për kievrusët. Që atyre periudhave të tranzicionit, kievrusët arritën edhe të devastojnë, të shkatrojnë shtetin kazar, që ishte në lindjet e tyre, që i bie lindja e Ukrainës së sotshme edhe ku diqon pjesa veriore e Gjeorgjisë e tjerë, duke vjedhur dhe plaçkitur siç e donte zakoni normalisht. Por rreth vitit 1054 mbaron gjëja. Domethënë aty bie komplet shkëlqimi i shtetit kievrus. Pse do thonë? Shumë e thjeshtë është, por që është dokumentuar fatmirësisht. Mbas këtyre viteve fillojnë dyndet e para të kumanëve Kipçak, pasi më përpara Ukraina, si thashëm. Se si jemi akoma të etniteti i Ukrainës, nuk ka akoma Ukrainë. Kievrusët u detyruan të shkatërronin fiset peçenege turkike për shkak se ata bënin rregullisht raids, plaçkitje në territoret e tyre dhe ishte një problem që duhej zgjidhur një herë e mirë. Po duke i shkatëruar ata, duke i hequr ata nga loja, e hapën kufirin për fiset e tjera nomade, siç ishin Kipçakët Kuman, të cilët u dyndën fuqishëm dhe u bën një problem gjithashtu madhor për kievrusët. Por kjo ishte thjesht maja e icebergut. Pas viteve 1200 filluan dyndjet e para mongole. The Scourge of Gods është e njohur kjo. Mongolët në fillim u paraqitën përpara kievrusëve vetëm me kërkesën që ata të dorëzonin kumanët për shkak se kishin mosmarrveshje, edhe pse kumanët si nomad nuk ishin bashkuar mongolëve, por i kishin rezistuar. Me përçudi kievrusët, edhe pse kishin një histori qindravjeçare me luftë me kumanët, nuk pranuan, po u bën aleat. Kjo vërtet dua që i kushtoi shumë kievrusëve. Betejë e 1223 në lumin Kalka është një betejë historike ku kievrusët me ushtri nga Kievi, Chernigov, Galicia, Vohina, bashkë me aleatët e tyre kuman, u shkatëruan afër lumit Kalka nga taktikat shumë fleksible dhe agjile të mongolëve. Gjatë këtij procesi u shkatëruan edhe shumë dukate të tjera të shtetit kievrus, si ishte Vladimir e të tjerë. Pas zgjidhjeve të problemeve të brendshme, mongolët u rikthyen përsëri në lindjet e Europës. Tashmë ata kishin marrë informacionin për viteve përpara dhe u dyndën fuqishëm në territoret e kievrusëve, duke shkatëruar pothuajse çdo dukat, përveç Novgorodit. Kthehemi para, tham që përpara Novgorodi qyteti i parë. Madje edhe Kijevi u shkatërua komplet, bile në vitin 1240 u doq dhe mendohet që nga 50.000 banorë mund të kishte në atë kohë në qytet vetëm 2.000 dolin gjallë, të tjerët u masakruan të gjithë. Siç ishte zakoni i mongolëve, domethënë, se ata drejt e bën të tyre. I thanë dorëzoni, jo. Por e dorëzoni, po jo. Por e dorëzoni, Allah të vdisni, jo këta. E po tash çfarë them? Ne kthehemi te Novgorodi, pastaj prap, siç e thash, të gjitha këto u shkatruan minimumi një herë nga mongolët përveç se Novgorodit, i cili ndoqi një taktikë jashtëzakonisht shumë mirë. Në fakt, në këtë periudhë Novgorodi ishte republikë dhe kishin gjithashtu një princ, por nuk kishte të njëjtin funksion siç kishte princi i madh i Kievit. Titulli princi i madh i Kievit ekzistonte, por nuk do të thoshte më asnjë gjë sepse nga që Kievi u shkatrua dhe nuk kishte më atë influencë në domenin e vet. Pra, dukatet ruse u rikthyen prapë tek ajo që ishte më përpara,
të përçar, të shpërndar pa lidhje me njëri tjetrin dhe duke i paguar tribu ose haraç mongolëve. Një nga princit më të cilësuar të Novgorodit është Aleksandr Nevski, i dinastisë Voloskovic. Tani kjo nuk njihet se bëri ndonjë luftë kundër mongolëve, përkundrazi. Ai u dorëzua mongolëve komplet, ishte vasali i tyre, paguante tribu, i ndihmonte ata ose ndiqte urdhrat e tyre kur i duheshin përforcinë për luftra e tjerë, por në kohë kishte edhe mbrojtjen e tyre nëse ku dëgjon nga dukatet e tjera të Kiev rusëve i jepte ndonjë gjë në mendje kështu, gjasme të bësh ndonjë kryetar ndonjë gjë. Nuk kishte më kështu, çdo gjë e vendosnin mongolët, domethënë se Novgorodi kishte pëlqimin e tyre. Ajo që bëri Aleksandr Nevski, që u bë dhe i shenjtë për rusët, është mbrojti kufijt perëndimor nga teutonikët që bën kryqëzatat e veriut në Letoni, Lituani, Estoni, sepse ata ishin një nga popujt e fundit të pagane në Europë. Dhe normalisht çdo popull gjermanik ever nuk ngopën kollaj, edhe provuan madje të shkuan deri në portat e Novgorodit, por që nuk e mbajtën dot dhe u kthyen prapa nga erdha. Është bukur si përsëritet historia ndër vite, if you know what I mean. Nga kjo fazë fillojmë me atë pjesën e historisë që bën çik më shumë sens, që kuptohet pak më thjesht se si janë të ndërlidhura kulturat. Gjatë asaj periudhe, territoret ku është Ukraina sot ishin akoma në sundimin e mongolëve, në tufën e Artus edhe Golden Horde. Por pjesa veriore ishte në influencën e Novgorodit, i cili vetë pastaj ishte vasali i mongolëve. Gjatë kësaj periudhe semi-prosperiteti, le të themi, filluan të fuqizohen dhe dukatet e tjera, siç ishte dukati i Vladimirit, edhe më vonë dukati i Moskës, që nga qyteti i vogël pa rëndësi do kthehej në një dukat më të rëndësishëm. Ndryshimet më të mëdha ndodhin kur në 1999 patriarku kryesor i kishës ortodokse lëviz për herë të parë nga Kievi në Vladimir dhe pastaj më vonë në 1325, 26 vite më vonë lëviz në dukatin e Moskës, sepse Moska u fuqizua në këto pak vite aq shumë sa jo vetëm u bë kryeqendra për patriarkun, por u bë dhe kryeqendra e të gjithë Kiev rusëve ose rusëve. Diçka që unë harrova ta përmendja më përpara ishte që në fillim kulturat ruse dhe slave u përzihen aq shumë me njëra tjetrën sa gjatë shtetit Kiev rus filloi të përdorej për të gjithë, jo vetëm për nordikët, po edhe për slavët që jetonin mes tyre. Ishte edhe një lloj mekanizmi për të dalluar ata nga slavët e tjerë që ishin në perëndim ose nga slavët që ishin në jug që i kemi ne sot aty ku janë. Tani fatkeqësisht territoret e Ukrainës vazhdonin deri në 1380 të ishin pjesë e Golden Horde, derisa hyri Lituania fuqishëm fare me shumë agresivitet, bam kryqëzata kundër mongolëve, se ashtuja tha mendja, por që nuk zgjati në një wow, kush e di, në vitin 1453 pastaj u formua kanati i kazarëve prap. Siç ishte. Kompleksiteti fillon pak më shumë kur Konstantinopola bie, që bëri Stambolli i sotshëm, bie kundër Selgjukëve turq dhe Moska bëhet gardiani botëror i ortodoksisë, ose i fesë krishtere ortodokse. Ukraina e sotshme, ose territori i Ukrainës së sotshme ishte ndarë në mes kazarëve, polakëve, lituanezëve dhe venedikut. Edhe Venedikut, besoj tash, edhe Venediku ka qenë. By the way, Venediku ka qenë në Krime, në të njëjta territori ku ishte Bizanti përpara. Klasike Venedikut kjo. Në asaj periudhe normalisht kishte princra, mbretra, auiu, çfarë lloji që të duhej atyre. Të gjithë mbanin atë titullin princ Ruridik ose të dinastisë Ruridike, por që merr fund me Ivanin e Tmerrshëm, po e mbani mend nga historia, kemi bërë diku, nuk e mbaj mend, klas 7 duket. Në vitin 1581 Ivani i Tmerrshëm vdes. Edhe nga që ishte një qik si psikopat, që Allah Sali Berisha kishte vrar ata fëmijët e vet, edhe nuk kishte më pasardhës. Edhe mbaron aty dinastia Rurike ose Ruridike, varet si u pëlqeni ju ta thoni. Bazi sa konflikteve të brendshme tash do vish ti, do vi unë, do bëhem unë, do bëhesh ti. Njëri gënjen, tjetri vritet, tjetri elmohet. Në vitin 1613 fillon dinastia Romanov. Këtu bën sens për ata që e kanë pak ide nga historia. Një nga dinastit më e gjata për Rusin, ose më e gjata më saktë, edhe një nga më e gjatat në të gjithë Europën. Tani duhet të kemi parasysh që territori i Ukrainës akoma nuk ishte brenda Rusie, dhe për herë të parë në dinastinë Romanov, rusët pushtojnë atë që do quajnë në atë kohë Rusia e vogël, që përfshin territoret e Bielorusisë dhe Ukrainës së Veriut, edhe pak Polonik, shumë çik fare. Gjatë këtij pushtimi, që zgjati disa vite, në vitin 1670 dinastia Romanov arriti për herë të parë të kthehej në Kiev, në djepin e kulturës ruse. Tani Crimea
Kanati i Krimes ishte vasali i otomanëve, se otomanët ishin për babo, nuk mbaheshin ato. Dhe duke me qenë se Kanati i Krimes i paguante haraqe vjetore e taksa ku digjon otomanëve, kishte një traktat mes romanove të Rusisë dhe otomanëve që mos ndërhyej në Krime dhe në një vitin 1783 romanovët e thyen të traktatin edhe futen e marrin Krimen. Për gjithë që ju mendoni që mendoja se vetëm në 2014 e mori Rusia Krimen, jo plaka, kanë fiksim ata, nuk e di, i bie në kokë për atë Krimen. I pëlqen keq fare. Po gjithsesi prap nuk e kemi ata identitetin Ukrainë, si emër, si shtet. Akoma nuk është formuar ajo gjë. Megjithëse ka pasur luftra, kozakët ishin një popull i krijuar në ato rrethina, që mendohen që të kenë lidhje me kazarët më përpara, edhe me mongolët e turkikët që ngelen në ato zonë. Munduan disa herë të krijonin një shtet të pavarur nga Rusia, nga Lituania, nga Polonia, po nuk ja arritën. Ata e shpallën disa herë hetmanatin e kozakëve si të pavarur, por që nuk ja arritën. Bile u bën ai shumë të padëshiruar nga romanovët sa filluan të prindiqen keq fare pastaj. Si smlidheshin në Shqipërinë, treva shqiptare ose në gjithë Ballkanin, djemtë e princerave shqiptare të tjerë. Edhe kozakët u filluan të mblidheshin, të formoshin skuadrille jashtëzakonisht shumë të forta sepse ishin të njohur për brutalitetin e tyre dhe të dërgoheshin kudo ku Rusia kishte nevojë të shtypte me dhunë. Ishin të padëshiruar se s'kishin fare të shkretet, se për të qenë të pavarur ju desh të bashkoheshin, të ishin aleat me shtete të ndryshme kundër shteteve të ndryshme, duke luftuar në krah të Polonisë, në krah të Rusisë, në krah të Suedisë edhe kundër këtyre kur ju duhej, por që nuk eci. Kur të ecën, thjesht aty bërë. Kjo i dha një emër shumë të keq atyre, domethënë në të gjitha kulturat, në kulturën polake, ruse, u krijua një mllefre tyre dhe kjo do ta ndjeki jashtëzakonisht shumë keq Ukrainën. Sepse këtu fillon ai identiteti. Akoma nuk është fjala Ukrainë, po këtu fillon ai identiteti i një shteti të pavarur të Ukrainës. Përdorej gjatë gjithë kohës si mjet shkëmbimi. Rusia me romanovët nga lufta e parë botërore përdori, ja dha një herë Gjermanisë, pastaj Polonisë, ja dha në fillim Gjermanisë në 1918, pastaj Polonisë në mbarim të luftës parë botërore në 1921, po që gjithsesi Polonia do e jepte prapë pastaj Bashkimit Sovjetik pas luftës së dytë botërore, si gjithë e dim. Ajo që nuk i ndihmoi, po që nuk i ndihmoi fare ama Ukrainën, ishte fakti që kishte një sasi shumë të madhe hebrejsh, çifutësh, judaistësh, ku dëgjonte. Dhe pavarësisht se njerëzit e kanë të fiksuar që vetëm Hitleri edhe nazistët vrisin çifut, me keni gabim, çdo njeri vrisë çifut atë. Ishte shumë trendi, ishte shumë fani për të bërë kjo. Vdisnin rrok. Dhe një statistikë e vogël është vetëm në ditët e para që janë futur nazistët në Ukrainë, janë vrarë 33.000 çifut. Më sa ka pasur skorin ai. Kanë qenë super lojtarë Call of Duty ata. Më e dhimbshme pastaj që shkalon, që degradon situata fare, është uria e madhe në Bashkimin Sovjetik në drejtimin e Stalinit. Quhet Holodomor. Shumë njerëz dinë për Holokaustin, por shumë pak dinë për Holodomorin. Mendohet se 10 ose mbi 12 milion ukrainës kanë vdekur nga ato. Sepse Stalini ndiqte njëjtat politike që ndiqte Britania imperialiste me Irlandën, ndiqte edhe Putini me Ukrainën, pavarësisht se Ukraina vet ka toka jashtëzakonisht shumë pjellore që mund të furnizonte jo vetëm veten, po edhe gjithë fshinjët pa asnjë lloj problemi. Por politikat e ndjekur në ato kohë për të shfarosur këto kulturat që ishin atje, që fatkeqësisht ishin efektive, sepse që nga Romanovët deri te Stalini vrasja në mënyrë rregullore e njerëzve që ishin autoktonë aty, hapi hapësira për settlers, për njerëz që vinin nga Rusia. Edhe filloi të mbushej zona me sa më shumë rus. Gjatë Bashkimit Sovjetik nuk është, domethënë ka disa dokumenta, po nuk janë shumë të sakta, për shkak se të gjitha janë të dokumentuara nga Bashkimi Sovjetik dhe ata kanë shkruar çfarë do të trapi atyre në fakt ose çfarë duhet bëj. Ta bëjmë çik fast forward, çu kalojmë vitin 1991 mbas rënies së Bashkimit Sovjetik. Në vitin 1991 Ukraina merr pavarësinë për herë të parë nga Bashkimi Sovjetik, ose e shpall saktë. Dhe kemi për herë të parë shtetin e pavarur Ukrainës me identitetin si Ukrainë. Pjesërisht me identitet kozak, por duke i mos anashkaluar dhe kulturat të tjera si rumune, moldave, bulgare, turkike edhe hazare. Tash gjëja që është më çmendur fare, në vitin 1993 Bashkimi Sovjetik e pranoi pavarësinë e Ukrainës me kushin që do të dorëzonte të gjitha armët bërthamore. Duket qartë që aty ja ka bërë gropën vetes, se nuk ishte më asnjë mjet që të mbrojë nga një superfuqi e tillë. Gjithsesi,
Pas pavarësisë u ngrit shpresa si në çdo vend tjetër, u mbajtën zgjedhje demokratike apo jo, është pyetje tjetër, po që më mirë se sa komunizmi në Bashkimin Sovjetik ishte. Sondazhet thonë që në ato vite nga gjitha këto vuajtje të mëdha dhe mlefi që ishte krijuar nga overlordët rusë të Bashkimit Sovjetik, ukrainasët ishin më shumë se 68% pro-europian dhe donin të implementonin politika të tilla si edhe të futeshin në një të ardhme të afërt në Bashkimin Evropian. Vazhdojmë akoma. Vonë në vitin 2004, viti i rëndësishëm, kur ka ndodhur zgjedhje në Ukrainë, zgjidhet Viktor Yanukovych. Akuzohet për vjedhje të zgjedhjeve, gjithashtu dhe ndihmë nga Rusia. Pse? Sepse ishte kukull i Rusisë, ishte pro-rus, edhe bënte çdo gjë. Gjithsesi, kjo ndez ato që u quajtë revolucioni portokalli, i cili mundsoi një zgjedhje të dytë, një votë të dytë, që solli Viktor Yashchenko. Viktor Yashchenko ishte pro-perëndimor, pro-europian. Vazhdojmë me politika, normalisht, vazhdon jeta. Në vitin 2010, që se marrë veç se si, filani, ai që thamë përpara, Viktor Yanukovych zgjidhet prapë në 2010, po kësaj radhe nuk e nxorën direkt. Në 2013, në një mbledhje të madhe të gjithë politikanëve të rëndësishëm të Europës në Kiev, do të nënshkrohej një marrëveshje stabilizimi asociimi për Ukrainën nga ana e Europës dhe marrëveshje tregtare me Europën për të hapur rrugën drejt integrimit etj. Tani Viktor Yanukovych, nga që ishte në influencën ruse, që e kishte marrë shpirtin fare, nuk e nënshkruan fare atë, edhe pse ishin mbledhur në Kiev, nuk e nënshkruan fare atë që. Dhe përkundrazi, nënshkrua një marrëveshje me Putinin, ka hyrë gjatë Putinin loj këtu, te kjo pika. Kjo pastaj ai trurin popullit fare, kështu çmendin ata thonë, po ne donim të gjithë të ikim në Europë, ky na xhoi në Rusi. Protesta, më mënyrë se shumë nga brezi jon, e mbajnë më të mirë këtë, kanë qenë protesta në ditë me radhë, ka zgjatur shumë derisa tipi kapitulloi. Edhe u aratis pasaj nga Kievi në Bielorusi, e nuk e dim se ku është. Në krye pasaj do të zgjidhej një president tjetër që ishte pro-perëndimor, po Xhaxhi Putini u mërzit tash. Sa i mezi e vuri prap atë, ta e hoqën prap. Edhe çfarë ndodhi? Në 2014, mori krimen prap. E mori krimen se ishte vajtur mu këtu në hund vdiq për një krimen. U fut në krimen me pretekstin që ja vodhën ati Yanukovychit, pavarësisht se ishte i pari që të vjedhur, po gjithsesi lojra politike janë këto, nuk është e detyruar politika të bëjë sens. Në mbas aneksimit jep fonde edhe pjesës lindore të Ukrainës, krajinave të Donetskut, Luhanskun, Donbas e tjerë, që gjasme ishin me shumicë ruse, që bën vaki edhe janë vërtet me shumicë ruse, po nuk është shumicë natyrale, është shumicë imponuar. Janë persona që thjesht janë zhvendosur nga territoriet e tyre dhe pastaj është mbushur me rus, që ka ndodhur rëndomt në kulturën tonë në Ballkan. Ne mund të kuptojmë shumë mirë këto gjëra. Dhe nga 2014 nuk është se ka ndryshuar ndonjë gjë. Kjo luta që po ndodh tani nuk është ndonjë kështu çudi e madhe që ua, po ç'ne, po pse, si ka mundsi. Ato krajinat lindore, në mbasi Luhanski gjithmonë kanë qenë në konflikt, gjithmonë kanë qenë në luftë. Kur kemi ardhur ne brezim në Gjermani në ato kohë, ka pasur shumë studentë ukrainas dhe ne nuk e dinim pse, që ishin mësuar vetëm me sirianë dhe kështu që ishin refugjat, por kur i patëm kontaktin, siç kam pasur un kontaktin me studentë kolegë, morëm vesh se ishin disa ishin nga Krimea, disa ishin nga Luhanski apo Donbasi etj, sepse ato ishin të mbushura me separatistë rusë, me banda që mbështeteshin drejt për drejt nga Putini. Pse është interesante kjo gjë tani? Me si duhet ta kuptojmë ne këtë? Në postin që u bëra tha që Putini thotë se kemi histori të përbashkët, por nuk e thotë se çfarë histori të përbashkët kanë. Historia e përbashkët që ta kanë ana pozitive është se Kievi është vërtet depi i kulturës ruse. Aty ai është hera e parë ku ata kanë dalë në arenën botërore si shtet. Po është ajo pjesa drejt kënd që nuk është katror, po katrori është drejt këndësh. Edhe nëse do të marrësh fiks në kontekstin historik, Rusia është Ukrainë, po Ukraina nuk është Rusi. E kupton, e thënë në mënyrë shumë absurde, është në mënyrë banale për ta thënë. Por që qytetërimi nuk lindi as në Moskë, as në ku dëgjon në Stalingrad, lindi në Kiev. Kështu që nuk ekziston ajo linja statike që
thot Putini. Pastaj edhe kështu brotherland, motherland, iu jemi popull i vëllezër. Edhe ai shumë vëllezër nuk janë se janë trajtuar si kafshë gjatë gjithë kohës. Se nëse do ishin popull i vëllezër nuk do ishin vrarë ai shumë kozak edhe nuk do kishin ngordhur ai shumë gjatë Holodomorit, gjatë urisë së madhe. Janë trajtuar gjatë jetën e tyre si plera, si dytësor, janë trajtuar si gjedh për këmbim. Me tani duhet të sillen sikur kanë ndodhur asnjë gjë. Kjo është historia e përbashkët. Po, e kanë historinë e përbashkët, por nuk e kanë historinë e përbashkët si dy gota me papion duke dalë nga shkolla dorë për dorë duke gënduar. Historia është shumë e dhimbshme, ata janë shkatruar, janë shkruar gjithë jetën, janë nxjerr jeta. Kush e ka pasur vëmendjen e dinte shumë mirë që kjo do ndodhte, nuk është një gjë. Kjo është fatkeqësia më e madhe, se gjithë e dinin, gjithë liderat e dinin, ka shumë veta që kanë mbi 20 vite që thonë që Ukraina do plasi sepse nuk ka zgjidhje tjetër. Edhe tani, në fakt dy zgjidhje ka. Zgjidhja ka çka kanë, do ulen tash. Dëgjova se kishte dalë me gatshëm për negociata. Për çfarë negociata? Ai dëmin e bëri. Po të ulen këta që do duken më vdeksira se sa janë gjithë kryetarët e shteteve perëndimor apo NATO apo të gjithë tjerët. Se ai gjatë dëmin e ka bër, ai duhet të dënohet për atë, se s'bën. Nëse ai nuk dënohet, motivimi për luftë në Rusi i kalon skajet fare, i ikën atrut e koksa, thonë jemi të pandalshëm, edhe bëjnë çaj do trafi, e mirë të mbyllë Rusinë nga Buxhi, futën ndej ku ti do i qefi atij. Ose zgjidhja më normale është lufta, që duhet të ndërhyj. Unë mendoj se na duhet të ndërhyj, sepse ne jemi në një gjendje, se bën vakinë na bie Serbi me grushta kokës. Çfarë do thojë NATO, nuk do të ndërhyjmë ne? I bie pastaj që kot e mbajmë mendin andaj ne presim të ndryshojnë ai gjë. Se në qoftë ata janë në rrezik, po sulmohen, po bombardohen dhe ai që është idhulli yt që ti do të jesh pjesë, nuk të ndihmon, çfarë kuptimi ka? Pastaj, ajo që është gjë e bukur fare që mua më ka pëlqyer mbase se është fjala e dur, po që më ka bërë shumë përshtypje dhe gëzon respektin tim total është reagimi i Ukrainës. Okej, ishte ajo vala që gjithë secili mundoi të ikte sepse jo atë kohë që jetojmë ne nuk është themi i rritur asnjë brez me një patriotizëm shumë të madh që do luftojmë për ata, po gjithsesi ata që kanë ndonjë kanë ndalë dhe video të ndryshme me radhë që janë për të rekrutuar për të marrë armë. Edhe nuk ka asnjë lloj negativiteti ajo që. Është shumë mirë, ky është mendimi im, se më fillojnë pastaj kështu me DM prapë jo po ti je për luftën dhe kështu mendimi im është më mirë të vdesësh duke mbrojtur diçka që ti beson që është shtëpia jote, sesa të largohesh e të qash diku tjetër pastaj jo puna morën ata këtë. Se i bie po të ikin të gjithë pastaj, se kanë frikë çfarë mutin do bëhet pastaj. Fajtori kryesor i kësaj krize duam në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në leadership aq i dobët sa është ashi atë zë gjumi në podium të dhëmbin syt kur e shikon kështu të djegin syt është aq keq nuk bëhet këta të Evropës lloj ne e dënojmë dalin bëjnë Twitter e dënojmë plako jeni kryetar shteti duhet të merrni masa më të forta. Putini ka qenë në vitin 2010 që përgatitet për këtë. Ai është përgatitur për të bërë ballë sanksioneve. Është dokumentuar kjo shumë mirë. Ju sugjeroj të gjithëve thjesht futuni në YouTube, futuni në Google sa është përgatitur Putini për këtë. Është jashtëzakonisht i mirë përgatitur. Por edhe nëse çdo gjë mbaron nesër, nëse nuk ka më luftime. Ai tregoi që mund të bëj çati do i trapi atij dhe nuk s'ka asnjëri ç'a bën. Edhe kjo është dëmi më i madh. Për mos e thënë që ata që kanë vdekur nuk janë dëmi i madh, janë shumë dëmi i madh ata. Po dëmi i madh të përgjithësi i kulturës për të gjithë është pjesa që një filan, që unë nuk besoj që është vetëm ai, se ka shumë rusë që mendojnë ashtu, por që po ja hedhin fajin atij për momentin. Një filan tregon që unë mund të bëj çfarë dua në domenin tim domethënë dhe juve frin në syt. Edhe të gjithë perëndimorët pastaj që shesin lirinë, demokracinë e të tjerat, dalin bllov, se premtojnë në çdo vend që do ndihmojmë të ecnin përpara, do ndihmojmë për atë. Po kur shfaqet rreziku i vërtet, nuk janë aty. Nëse ukrainësit do trajtoheshin mirë, nuk do ishin ndarë asnjëherë nga Rusia. Reagimet të forta unë kam marrë dhe pjesën që pse përmend pavarësinë e Kosovës në këtë konflikt. Unë përmend për të vetmen arsye si një atërmbetje minimale. Dhe ky është mendimi im personal, unë nuk përfaqësoj asnjë tjetër për vetë se vetës time. Ukraina në lidershipe të ndryshme, edhe në lidershipe pro-europiane e të gjitha, nuk e ka njohur Kosovën. Mund të themi që okay, ka qenë ata që kanë qenë pro-rus, nuk mund ta njihnin, kuptoj. Normalisht nuk do ta njohnin se e kuptoj. Po ata kanë pasur dhe shumë pro-europian, edhe Filani që është tash që është super europian, nuk e ka njohur prap. As nuk ka marrë mundimin, nuk është se e provuam, po nuk na linte kjo ta njihnin. Jo, nuk e ka marrë mundimin fare. Edhe pjesa e reciprocitetit në këtë kontekst nuk është ai shumë e gabuar. Unë personalisht, nga që kam edhe miq këtu që njoh që janë Ukrainas,
kam edhe ndjenja personale, normalisht jam i përfshirë me aktivitete të ndryshme dhe unë e kam suportin tim 100%, domethënë. Po edhe unë do e kuptoja shumë mirë një person që do thoshte mua nuk më intereson fare vëlla, kupton se s'kan asnjë farë lidhje me ne. Nuk do më ngelte qefi ose nuk do mendoja se ky person nuk mendon shumë për këto probleme. Për faktin se nuk e si ta trajtosh sikur s'ka ndodhur asnjë gjë. Se ne jemi gjithë kohës me buka dhe me gur. Me çdo lloj kulture të ndryshme. Ne me buka dhe me gur. Ne do të luajmë gjithmonë rolin më të mirë. Që në fund të herës, domethënë, do ishte gjë shumë e mirë nëse ne do e bënim kështu, nëse gjërat do funksionojnë ashtu siç donim ne. Që e mira fiton në fund apo ku dëgjon që paqja e më thjet thash, po që e ka treguar historia që nuk funksionon ashtu. Nuk mund të themi që gjithkohës jo, po kundër luftës. Lufta tashmë ka filluar, është shumë vonë. Thjesht kundër luftës. Ato problemet që janë bërë aty nuk zgjidhen më pa luftë. Fatkeqësisht, është tragjedi. Absolutisht është tragjedi. Po një zgjidhje tjetër diplomatike në këtë moment kur ai xha ka bërë çka i ka dashur trapi, vetëm do e dëmtonte Ukrainën më tej. Edhe do e dëmtoj. Unë mendoj se Ukraina do i shkëputej në Ukrainës. Sepse nuk mund të arrijnë ndryshe stabilitet tjetër, sepse NATO nuk ka për të ndërhyrë në Ukrainë. E duan, Ukraina do ngelet një xhep i vogël. Ai se do ngelet Ukrainë perëndimore dhe ata Ukraina perëndimore mund të bëjnë çfarë duan. Gjithsesi, ideja e gjithë podcastit, domethënë, ishte që ata që dëgjojnë, ata që janë të interesuar të krijonin një ide, domethënë se çfarë është Ukraina, çfarë përfaqëson, kush janë, nga vinë, edhe pse kanë këto probleme që kanë tash. Rusia nuk është vërtet e kërcënuar nga Ukraina, nga që Ukraina do të hyjë në NATO dhe do t'i ketë raketat afër. Sepse njëjta gjë është në Lituani, Letoni, Estoni. E kanë të dera. Dhe bazat ushtarake të Letonisë janë më afër se sa ato të Ukrainës. Kështu që nuk është kërcënimi drejt për drejt ushtarak. Është thjesht domeni i Putinit. Thjesht duhet të vendosë dorën e vet që unë bëj këtu çfarë dua. Është kaq e thjeshtë, fatkeqësisht. Është kaq e thjeshtë. Sepse do bëhet, unë tani nuk e di se nuk jam profet, bovaki kjo situatë nuk do ketë një fund të lumtur. Bottom line, gjithsesi shpresoj që mos të ketë ndikime shumë në Ballkan, pavarësisht se ne jemi të lidhur direkt me atë konflikt tash, edhe siç e dim Republika Srpska do diku ka aq kohë që do të bëjë një referendum për të shkëputur nga Bosnia e Bashkohet dhe Serbisë. Edhe frika ime është nëse Putini fuqizohet shumë, Ballkani do jetë prapë kutia e shkrepsës për çdo lloj budalliku tjetër. Shpresoj që jo, shpresoj vërtet që mos ndodhi asnjë gjë nga këto, por janë thjesht mendime që kalojnë kokën time. Faleminderit që dëgjuat, bëni like, komente, jepni mendimin tuaj, shtoni na një gjë, nëse unë kam bërë ndonjë gabim në rrëfimin tim, mund të jepni një feedback të vogël, mund të bëni korrigjime, unë jam edhe zakonisht shumë i hapur për inputet tuaja se janë thjesht ndihmë, edhe nuk e marr asnjë si ofendim apo ngacmim apo tjerë. Gjithë të mirat, edhe ruani kokën. Ju falenderoj që s'keni asnjë punë tjetër se sa të më dëgjoni mua do të folur në veten time. Të isha shumë falenderues nëse mund të reagoni në komente për cilësinë apo për tema të tjera, shpërndarje nëse ju pëlqen. Faleminderit që jeni me mua në këtë rrugëtim.